Pak si është kjo puna e ti takimit me Turqit, për shembull atje në Stamboll, ku e kanë bërë, apo në Ankara. Këto gjëra si kemi parë. Gjithsesi, është moment ku unë e kuptoj ka dhe një entuziazm, sepse njerëzit mezi presin që ndodh diçka, që të shkëputemi nga kjo kënet që ka krijuar ky gjys lëviz, unë jam këtu, tjerët janë buftë e kënetës dhe unë i kontrolloj gjithë. Por unë mbetëm më dyshës, them drejten, skeptik, ndoshta edhe nga përvoja, dhe mbetet gjithsesi edhe për mendimin tim politikisht nevoja për një shprehje më të qartë politikisht të faktorit ndërkombëtar që ka qenë i rëndësishëm në mbështetjen e Ramës në pushtet, i ndryshimit. Domethënë deklarata më të qarta, jo thjesht një vizitë të spaku për mbështetje, një vizitë të spaku. Pse jo një denoncim i presionit që bën kryeministrin ndaj drejtësisë që ka ndërtuar, për cilën kemi investuar dhe ne, për shembull, një ndryshim i tillë apo ku di unë. Plus dhe... Jam të dy pyetjet e fundit, për do ta mbyll me ty zoti Beqi, por për opozitën. Mund bëj vetëm një ndërkallje. Po shkurt, se jemi në fund fare tani. Kërkova emrat, të cilët kush mund të jetë antari 9 i gjykatës kushtetuese, domethënë, janë 10 persona, kandidat, Alaudin Male, Alban Toro, Alma Feskaj Vokopol, Arta Vorpsi, Brunilda Bara, Genci Gjonqa, Jordan Daci, Lulzim Hamidaj, Naureda Lagami, Roland Ilia. Kandidatët. Personazhet, cilët dhe ajo që më bën përshtypje me të thënë drejtën nga këto emra. Për sa vende? Kandidat për një. Për atë vendin e 9 pra, se nga ajo që stat juve unë ngacmova që kërkova domethënë informacion. Po, atëra ulon tek ajo që u pyet. Aty pra do dal, jo duhet të them, po të shikosh emrat, këto 10 personazhe, e kuptoj mjaft qartë se cila do jetë përbërja e gjykatës kushtetuese nesër. Pra pse nuk kemi sot një vendim të qartë në raport me këtë çështje, sepse shumica këtyre njerëzve janë njerëz politik, pra janë njerëz që kanë qenë nëpër parti të caktuara politike apo personazhe për mendimin tim që nuk duhet të jenë fare në sistem të drejtësisë. Tani vazhdojmë me... Po, pjesën e opozitës dhe shkurt të lutem që ta me ndodh. cila anë janë? Janë nga i krah apo... Po u futën Është e qartë. Janë e sigurt që janë pavarur nga opozita. Po pra. Aulon që ta mbyll me opozitën me ty, të lutem, o pas me një pyetje me zotin Beqi. Opozita ka i protestë me datë 10 shkurt. Unë mendoj që kjo ngjarje e sotme Sa zemër do t'i japi protestës? Do t'i jap shumë sepse unë gjykoj që bi dakord me analizën e zotit Lubonja që njerëzit e presin një lloj ndryshimi edhe ky është një moment besoj unë që unë kam bëj parashikim që të paktën për këto 3 muaj, jo në kuadrin e informacionit, të thjesht parashikimit politik se si unë e shikoj ngjarjen, ne presim zhvillime të mëdha dhe kjo nuk është luga bosh e radhës do ketë arrestime shtatore të tjera. Në kuptimin e se si po shkon politika dhe mënyra sot çfarë vendosi gjykata kushtetuese, si thritet Rama në Bruksel, për çfarë skenari është e përgatitur opozita pas kësaj proteste, kujdes, pas kësaj proteste, ne shikojmë që këtu patjetër njerëzit do të reagojnë dhe do të çohen. Logjikisht, me eksperiencën që ke dhe me njohjet që ke, zoti Beqi, do e prek Rama Spakun apo do e kërkoj Spaku Ramën së shpejti? Kjo e dyta duhet kishte ndodhur. Kurse e para unë mendoj që në atë paradoksin që zoti Lubonja shprehu me të drejtë, ndërkombëtarët mbështesin fort Spakun, por japin një përkrahje të mazhorancës, fakti që ndërkombëtarët vazhdojnë të jenë fort në kuadrin e ruajtjes së pavarësisë dhe besimit të publikut tek prokuroria e posaçme, mendoj që nuk do e ketë të thjeshtë të ndërhyjë Spaku dhe nuk besoj se do ndërhyjë Spaku. Tentative parë dështoi me sukses, donin të çonin kontrollin punëtor në prokurorinë e posaçme për të parë se si punojnë prokurorët nga një komision i çuditshëm. Dhe ajo dështoi. Unë shpresoj shumë që mandatet e 83 deputetëve mos përdoren për të zhbërë të vetmen sukses që ka pas reforma në drejtësi, që është prokuroria dhe gjykatë e posaçme. Faleminderit shumë zoti Beqi, faleminderit shumë Aulon Kalaja, faleminderit shumë zoti Lubonja. Mbritëm në fund të këtij transmetimi të drejtë për drejtë, duhet thënë intensiv në News 24 për atë çka pritej përgjatë gjithë ditës së sotme, që prej orës 9 të mëngjesit në orën 10 nisi mbledhja dhe faleminderit Klodi Lalës për gjitha informacionet e fundit. Ju uroj natën e mirë, duke i rënë takim nesër në orën 17 në emisionin Kjo Javë.